Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Kam një personazh sot në intervistë në Dekalog me të vërtetë shumë të veçantë. Quhet Surja Laze, është 90 vjeç dhe ka një histori sa personale, por edhe e lidhur me shtetin shqiptar. Ai ka shërbyer 2 herë si ambasador në Algjeri dhe në Vietnam në vitet e diktaturës komuniste, por gjithë jeta e tij në fakt ka qenë e lidhur mes diplomacisë, mosimdhënies dhe historisë. Unë kam kënaqësinë ta kem, siç thash, Surja Lazën sot në këtë intervistë dhe jam i bindur që do jetë një histori me të vërtetë shumë e veçantë. Zoti Laze, unë të falenderoj shumë që pranuat për këtë intervistë këtu në Dekalog në Dritare TV. Jam unë që ju falenderoj juve. Është herë e parë që paraqitem këtu në këtë ambient të mirë, të përgatitur, të shumë parë nga shqiptarët. Unë do të them, mendimet e mia për atë periudhë, aq sa më lejon koha, edhe sa më lejojnë mundësitë. Si që thatë edhe juve, unë me origjinë, mëse vendlindjen e kam patur në Qoro, në Zhaban qush, në qoftë se i thuhet ai ka qenë Shaban, ai që ka qenë aty që ka patur shtëpi poshtë tek shtëpitë e Qazës. Pse nga kjo ka marrë emrin? Edhe merresh ujit që nga ujit ka përroj lart, ishte tërë qyngja që qush, edhe vinte ujit aty poshtë. Po kjo i thon periudhës 200 vjetë para. Sa vite? Mbi 200 vjetë. Mbi 200 vjetë. Dhe ai quhet Shaban. Shaban qush. Dhe pastaj u transformua në Zhaba. Zhaba. Edhe thon tani Zhaba në Zhabë, se po e the prom dofta, Zhabë në Skapar, nuk thuhet Zhabë, Bertkock. Pastaj u fut fjala Zhabë. Shumë e bukur, shumë e bukur. E sollëm Zhabën. Shumë e bukur. I nderuar, ju më 10 prill mbushni 90 vjeç. Po. Unë të uroj, paraprakisht nuk bën këto urime dhe duhet jemi i rezervuar, urimet bëhen atë ditë e pas. Por unë të uroj jetë gjatë dhe shëndet të keni, por kam një pyetje si hyrje. Si kanë qenë këto 90 vjet? Cilët kanë qenë ato momente më të rëndësishme në jetën tuaj që ju nuk i ishti nga memoria? Për sa i përket asaj vjetoret, për jetën janë vetëm vitet. Po jeta një është, me të mirat dhe jo të mirat, që në vogli edhe në fund. Se kur kam lindur unë me saktësi, nuk dihet, sepse në atëherë nuk beshin që regjistrime këtu e lindë në familje dhe merresh vesh, ka lindur, thoshte nena, thoshte babi edhe 36. Unë, para me, ka qenë një kushëritim, e thoshin, a ishtë 2 vjet para filanit. Edhe, dofta është në qikën tepër, dofta është në qikën pak, po, ka që jam. Me gjithë të, unë pranoj të jam 90 vjeç. Po, shkop nuk baj. Nuk më shkop? Hiç e farë. Ajde, kjo është e jashtëzakonshme. Kam aranë, edhe kam të vrarë gjunjët, kam aranë dhe jam ngritur. E ngritur? Po, kur të pijet mos ngrijem, unë mbaroj. Sa më gëzuan këto fjalë. Po, ku t'ja dedikon këtë jetë gjatësi? Ka në i sekret, ka në i qelës? Shiko. Gjatësia njeriu për vetën, do të thënë, duhet të ketë kujdes, sigurisht edhe kujdes kam patur. Kur do herë kujdes e kam patur. Po, ndofta është diçka e panjohur, dikur thoshin e di zote këte, dikur kështu. Po, unë edhe ishë simur jam me diabet. Po, kujdese me diabetin ama, një për një. Je shumë kujdesë? Prej 30 vjetësh. Prej 30 vjetësh, me diabet? Me diabet. Dhe je i kujdesshëm, dhe? Edhe jam në gjendje që edhe të lëvizje, të aktivizojme, ka njerëz që janë vuajnë nga pakujdesia. Radhë parë, shëndeti.
tjerët vinë me vogël. Alkoli? Shiko, alkoli jo. Jo alkol si që është alkoli, po unë ma pëlqen të pi i gotë. Raki? Raki. Duhani? Jo. Fare? Fare. Po kështu si ke genet, do me thënë, trashëgimin? Shiko, unë i kam, nga babaja ai ka qenë, i këthemi ne, si pas datë lindjes që ka patur ai, ka lënë në Qinçën. Babaj? E kalojnë Qinçën, Po, ama, saktësira në këto, s'ka patur se sa, po, Qinçën e ka kaluar, thonë, edhe duhet ta ketë. Babaj? Ti pasaj do kalojnë 110-që? Vallai madh, ka kaluar mbi 90 e 5-6, tutje. Vllai tjetër, jo. Jo. Ka iku pa që na mosh shumë të hershme. E kuptova. Kështu që kam edhe në kjo, edhe në kjo. Kështu që unë nuk jam në një veçante, në një ratë, si të thoshe. Lazgush Poradeci, kur mbushi 90 vjeç, poeti i madh. Kur mbushi 90 vjeç, tha, ti isha 70 vjeç. Ti kur të bësh ditëlindje në datën 10, do thuash kështu? Shiko. Jo, shiko. Ja, i mirë që ka thënë. Shumë mirë që ka thënë. Shumë mirë ka thënë. Por me gjithë unë jam e kënaqur. Je kënaqur me jetën? Po. Edhe sepse po, nuk e di, po. Je kënaqur? Shiko, jeta është pa fund. Edhe kënaqësia është sa më shumë. Po, unë punët morale, shoqërore, partije, po themi, shtetërore këto, i kam kryer, jo pa të meta, po pa deme. Pa deme. Të meta, pa tjetër që ka patër, po nuk kam qenë problematik. E kuptova. Unë nuk vuajnë pse kam bërë këtë gabim. Nuk vuajnë pse pata gjithat që s'duhet ta kisha bërë, ose që kam bërë keq njeriu. E kuptova. Si ke bërë keq njeriu? Jo. Prandaj ke jetë gjatë? Jo, nuk e kam bërë keq. Bile, mua më vjen keq. Më vjen keq edhe kur dëgjoj që ndodhin keqësira, burre grua, vëllai me vëllan. Përse. E kuptova. Tani, për ta kaluar këtë, për ta mbyllur këtë të moshës, cili ka qenë momenti më i gëzuar në jetën tënde dhe momenti më i hidhuruar? Unë mbaj mend që me kohë që në vogëlsia për çudi, si mund të themi, më vinë ndërmend shumë të hershme. Edhe sot, edhe këtu që jam, bile më shtohen. Kur me donë, më shtohen. Që në kohën e vogëlis fare, që lozja që kishime, që erdhen Gjermanët, që erdhen Grekun, që erdhen Italianët, që se balli me partizanët, që partizanët vitin në shtëpinë tonë. Do thënë, i kam si të paharruar atë betër. Pastaj, filloj puna, filloj shkolla. Shkolla ka filluar që 3 muaj ka marrë ata klasën e parë, edhe fillova mirë shkollën. Vetëm shkollën. Dhe e mbaj mend që kam qenë shumë i kujdesshëm për shkollën. Më pëlqente. Nuk kam qenë harakat. Jo, cili ishte momenti më i gëzuar në jetën tënde? Me gëzuar. Shiko. Janë disa. Disa janë se me pak... Po, 1, 2, 3. Disa, po... Apo lindja e fëmijëve? Po, kur njoha me dritën. A ishte momenti më i lumtur, Kur njoha me bashortën? Pastaj fëmijën, që kemi treguar aty me atë kecin aty. Po, ja, do ta shfaqim atë. Dhe momenti më i dhuruar? Të theme dhe aty, edhe ecja pastaj për para, studimet që kanë bërë këto me ecën, kisha kënaqësi. E kuptova.
Me i hidhur, thosh i hidhur, kur t'ikën njeriu, t'ikën vajza, t'ikën gruaja, kur shikon që Shqipëria ishte lule, me të vështira, edhe me barishte, po u shkatërua edhe s'ke një trenit, s'ke këte, gjitha të uzina, gjitha të fabrika, gjitha të që zhvilluar, edhe më dhe i përbysëm, të ta bëjmë zero me zero dhe të bëjmë. E pse ta bëjmë shumë bëfshlem, shumë bere, pse ta bëjmë, e bëjmë. Qaritën. Edhe mbetën në fund tani. Edhe keqja ime është që mua më vjen keq, që jo brezim, jo unë, po fëmijët e mi, po edhe ata s'ka lindur, do ta vuajnë. Do ta vuajnë? Qenën shqiptarë. Qenën shqiptarë. Sepse, pse, do t'jemi, në ç'kuptim do t'jemi më brapa se sa të tjerët. E kuptova. Do ta shoqërojmë bisedën me disa fotografi. Ju lutem regjia dhe ti komentojmë së bashku. Kjo çorovota viteve 50. S'kishte më shumë se 5-6 shtëpi. Shiko, këtu do t'jetë ajo lumi. Ja, 2 lumenjt. Lumi Usum dhe Guaku. Po. Po. Ju e kishit shtëpinë lart? Po, fshati. Po, do të janë të shtëpi lart, po. Po. Një pyetje kam, përse Çorovoda ishte nën prefekturë dhe nuk ishte qytet? Sepse në Çorovodë s'kishte banesa fare. Ja. Ka qenë e kohë çana, Po? mulliri, dyqane, Kaq. fshati mblidhesh se ishte qendër vendes, Nën prefekturë. mblidhesh që bëni pazari njërë javë, çdo të Njërë javë? Aty. Ku bësh pazari? Aty? Në Çorovodë. Po jo, ku si vend? Atje te ajo e Naçove? Po aty të, diku aty të, Po? aty diku të atë, ka qenë një shesh aty. Po, ka qenë një shesh. Edhe beshin mbledhjet, njerë një javë, takimet miqësore, këtu e të, në bashkon dhe shpërdashin pastaj. Edhe vinte njeri atjetër, që kishe dëgjuar, ja, shpegot tjetër, ishte si një vend, javë për javë shpegoj se qa ndodhe në botë. Qa ndodhe në botë, Po, ishte një, mos e them emrin ndjes paçen, erdhi tha babaj tim, tha, për Italinë, që i kështë thënë, do ta mbush me aviona. Edhe i kështë thënë, do ta tjetëri, do ta bëj me pushkë, edhe të tërë do t'i bëj shish. Do më thënë, mendoshin edhe se që do të bësh. Do më thënë, ishte situata politike, ishte futur në atë kohë, pa radio, pa televizion, pa gjë. E kuptova. Foto tjetër. Tani, këtu janë disa ushtarë italian në therepel të skraparit. Dhe janë në pjesën malore. Është lufta italo-greke. Ju e përmendët. Skrapari u pushtua nga italianët, por u bë dhe tokë për shesh betejë për luftën italo-greke. A ke, se ju keni studuar edhe për histori, ju jeni dhe historian, po keni qenë edhe do të ju keni lindur 36-ën, keni qenë fëmijë vogël. Ke në një ngjarje në një diçka në këtë periudhë që ju e mbani mend? Shiko, italianët ishin të keqardhur. Bile edhe ata që mbetën aty, u dhan buku, ja. Mbajtë aty në shtëpi? Jo, në shtëpi, po në një bëni çadër kështu, shtabë aty, 2-4 shtëpi kishin. Edhe ata punonin. Ushtarët italianë? Po, punonin. Aty në Zhabën, në Çorovodë? Çorovodë. Në 43-shin mbaroi Italia, dorëzohet. Atëherë u shpërndan italianët. I morën, edhe thanë, hajde punoni. Si ishin? Punonin mirë. Qa punë bërin? Kanale. Kanë hapur një qezëm atje, atë kanal që dhe sot e kësaj dite. Punonin në bujqësi, në fermë, në bujqësia që të ishin. Bujqësi? Punonin. Ishin punor. I paguanit ju apo thjesht i marrin me ushqime? I ushqime. Ushqime, vetëm kaq? Ushqime. S'besoj të kemi dhenë para. Para jo. Po i keni ruajtur apo? Ua! Pse i ruajtur? I ruajtur. Do më thënë, i ruajtur dhe me të kujdesur për ta. Pse? Ata ishin pushtues. Ata na kishin pushtuar. Dorëzuan, ha? Erdhi Gjermani pastaj. Ku ishte Gjermani aty pastaj na kishte ardhur armikun. Italianë erdhën
Sigur nuk e kishim armiqte. Sigur nuk i kishim marrë miq. Sigur nuk kishim. Atëherë më shpjegoj. Se s'kemi parë plumb gjerman, italian. Nuk kemi parë plumb. Atëherë si u çlirua Çorovoda në 5 shtator 1942? Po, çlirua në 42-shën. Ajo që lëvizje e madhe dhe do të thënë se ata do kishin tonët italianët, do kishin tonët, dhe disha ato luftat do të në luftë ishin. Ato që themu që i mbarem, ishin mbas lufte, mbas ata ishin dërzuar. Kush e çliroi Çorovodën? Partizanët. Ka qenë një Stravecka, Gjelar Stravecka. Gjelar Stravecka. Gjelar Stravecka ka qenë tërguar në Itali dhe në Itali ishte për oficer. Studimet, kryo studimet. Edhe u bë organizator i mirë për të luftuar italian. Bravo. Edhe fitoi nam aty. Pastaj, pasi ai bari kthesë që bari edhe u hoq nga historia pastaj. U hoqë historia. Gabim? Jo, shiko, me të mirat e me të këqijet bakari. Por meritën e ka që e çliroi ai Çorovodën. Po. Bravo. Disa më Tesator 42 që ishte ai. Ai që organizoi. Ai. Pastaj se që bën pastaj. Po është tjetër punë. Po ka qenë. Okej, tani kam një foto tjetër që në këtë kontekst, ju lutem regjia, jo, një foto më pas kësaj, pastaj kthehemi përsëri kësaj. Edhe një foto tjetër. Ja, kjo është shtëpia juaj në Zhabën të Çorovodës. Po. Tani, e para njerë, unë duat më tregoni se shumë e kam dëgjuar që gjermanët nuk kanë ardhur në Çorovodë dhe në Skrapar. Ju keni një histori për të treguar. Që kanë ardhur gjermanët në këtë shtëpi. Kanë ardhur shtëpi tona. Si është ajo histori? Kanë ardhur, po do ishin edhe do të ishte 10-15 veta. Ushtar. Një skuadrilë. Bashkë me kryebashk se kush e treguar kryebashk kush e ditë, po një Kur'an që ushaj, lart, edhe erdhi bashkë me ata, u futën në shtëpirat, hapë. Raprezali. Uro? Raprezali do të thënë kontroll. Kontroll, po si? Po? Unë kam qenë bashkë me... Sa vjeç ishit ju? Ja 8 vjeç. 36, 4, 6, 5, 6, 7 vjeç. Do të thënë kjo në 43 apo 44? 43. 43, në? Dale, 23, po 23, 24, 24. Po pra, keni qenë 7-8 vjeç. Na fund e ikën fare ata pastaj, po. Diku aty. Ata erdhën për çfarë erdhën aty te shtëpia? Erdhën për të kontrolluar për partizanët. Për partizanët? Partizanët. Po ju strehonit partizan? Mos kishte ikën partizan. Ikën partizan. Partizanët aty ishin, po ikën në shkollë. Ikën mal. Shkollë. Po? Edhe erdhën ai hapë shtëpit, hapën tjetër, më kujtoi se tani çfarë ka këtu, ishte një bidon me gjalp ishte atë, mori era Gjermani, kërkoni rakis. Raki Gjermanë? Një, ka thënë, po, raki, fjallën raki ka përdorur. Pa thënë raki, tha? Raki. A i tjetë, shqiptari toni thoshte, të thaftë të goja, të thaftë me gjithë, vishar këtë, ti thoi, kishim 1 bilion e një, sa pa. Vete unë të marrë shqish raki. Bylla gojë, në këtë që kush e ditë shka po. Dhe më kishte edhe këtë. Në lanë aty, dhe porosi, në silë një kaq pula. Gjerë, dërguam në një pullë, në 2-3 pullë, dërguam në Çorovod, poshtë, edhe i hangën dark ata dhe i nga dërvrirja pastaj. Tani ishin të frikshëm, dhe më bën presioni, u vendosën te muri? Grumbullon aty edhe me pushk ishin. Të rrethuar. Kishe frikë ti fëmijë, kishe frikë? Ishte. Po ishte shikon, kështu ishim 2-3 fëmijë, nuk kishim. Rrien mbas mamasit te filmi, do të mbas mamas. Nuk kishim kështu, domethënë nuk kishim parë gjak, s'kishim parë vrasës, nuk vranë, nuk krisëm aty. Nuk erdhën me luftë. Po gjetën një partizan? Ata kanë ardhur që nga Therepeli edhe kanë vrarë i kishin ka po në Therepeli dhe vranë ja 2 i morën edhe i vranë në Qatar. Në Çorovod. Çorovod, ë? I vranë. E dëgjuam. Po pse i vranë? Po i morën lidhur edhe putë po. Kishin strehuar partizan? Po ka qenë partizan, po si. I kishin bërë i vranë. Dhe i vranë, ë? Vranë. Pastaj qëndruan ditën tjetër, hën pulat, pastaj qenë si ballisët me pulat. Desve të ikën ata.
Morë pullat atara hangë darkën. Që e funi kod ballisëve juve me pula, pas kanë qenë Gjermanët, pas kanë piraki? Po ballisët kanë ardhur në shtëpinë time. Kanë ardhur, Edhe i ka thënë babaj tim, qërë po ballisët, që to bërë, jo i ka thënë, vdekje, më tha mua, ishte një nga fshatrat e Mollasit. Unë i thash, tha vdekje fashizme, tha, a i me tha shqiptare, tha. Unë atë, tha, e shau atë, e dënova, tha, me një dash të mafë. Po pse për jemi shqiptare, të që kemë punë me fashizmin e ta, së ka bërë fashizmin e ta, edhe aty, partizanët aty, më mbaj me të shumë të vini shumë herë. Shumë partizan. Kë partizan më në një të njohë? Mund të themi në një fjallë. Qëvishin, të themi s'ka që. Qëvishin, Po? në prusht hitim zjarë, Po? Thajshë. shkundshin, Po? shkundshin, Shkundshin? Po? me këta vesh. I këshin zënë, morra. E morra, partizanët. Për zënë, Edhe i shkundin aty? shkonet, shkundu në shpinë time. Edhe papaj, dhe zjarën në këteja, por zënë, ku lash ata nesër të ikin. Vëllajtim, se i ti, i mori robat të njoma, se ishte partizan, i mori robat të njoma edhe shkon të edhe kypit dhe luftat. Të njoma, i bështolli këtë edhe i ku. Se i lau në shtëpi, i mori njoma i ku. Do më thënë, beshe si pas kohës. E kuptova. A kishet në një nga partizanët, në një figurë të njohur që ju u kisha ardhur, se ju e keni takuar, si Karamanyli, Zylftar Veleshnja, Shiko. Mestanu Janiku. Shiko, ata kanë ardhë, Janiku po dhe Zylftar Veleshnja, po si Zylftare? Gjin Marku. Gjin Marku kështë në morja. Erdhi të shpejoj? Shiko, nuk mund të themi shpirë, babaj tim, me ata ishin bashkë. Bashkë? Ishin bashkë. Po baba juaj doli partizan? Jo. Nuk doli, vetëm ndaj në shtëpi. Dërgoj djalën. A ishte vllai juaj? Ishte vllai partizan, vllai madh doj ronde shtëpi, se nuk i merrin der shtëpi, ishte merrte partia. I mbledhte der çdo shtëpi të dërgonte nga një. Nëse kishin dy veta, njëri të punonte shtëpi, E tjetri ti. tjetri të vitet. Mos litë shtëpinë pa punë, Pa punë, do jetonin. Dhe kështu që janë... Do dhe në aty vinde dhe Karamanyli? Ashtë, jo, Karamanyli, jo. Po Gjin Marku? Shiko, do të them Gjin Marku, po. Burë dhe i që ishte tërë energjishte, se si kaloja e njëri. Tërë energjishte. Gjin Marku, le ta them këta, të dihet mirë, Mestan Ojaniku ka qenë nga Ojaniku, që marrë me të emër, ka patur problemet e veta, regjimi që ishte në Shqipëri, italian, mere qatë duashti, e kërkonte sepse këj kishte vrarë dy. 2 gra. 2 gra. Edhe ishte Ferrar, si thoshin, ishte Ferrar. Karamanyli, yllët këta, luan të rol të rëndësishëm, e futi këtej. E sollën në... Ndikoj Karamanyli, do më thë. Po. Pa diskutim. Edhe ata na ajo... Edhe disa të tjerë, Ferrar, që kishin dalë kështu dhe ishin agresivë. I gërbëlluan edhe të bëjmë këtë punë. Armi kemi Italianin, kemi Gjermanin, kemi Greku, kemi këto. Edhe u bë komandant, ka ardhur me qeleshët lartë, Mestani. Gjini. Marku. Po, Gjin Marku. Edhe janë pritur. Në Shatysi, ai tjetëri në Shatysi. Pasha Ysi. Pasha Ysi, jo, sigurisht. Njësh, po, jo. Akoma. Kështu që kanë qenë këta që Gjin Marku,
ka luajtur një rol të mirë, se Gjilmaro ka punuar në Korçë. Ka qenë ashtu ka mbaruar shkollën e lartë për të lartat mesme nuk e di për blegtorin, ishte në Partinë Komuniste, nga Partia Komuniste u fut në skrapar dhe ai luajti një rol të rëndësishëm dhe u bë gati skraparli. Se si përfundoi pasaj. E kuptoj. Tani, këtu i mban mend këta personat? Të gjithë. Të gjithë. Në cilin vit jeni këtu? Shiko, ku jam unë atje një? Kush jeti aty? Syriaj. Po jo, kush je aty them? Ai përball? Të gërjem? Jo, nuk do të çosh. Ja, ai që është në fillime. Ai i pari aty? Ai atje i pari, Syriaj. Po. Pastaj janë këta fëmijët e niprit ton. Babai tim është me mustaqet. Ai me mustaqe, me kapele të zezë. Është babai im ai. Babai, ë? Po. Po? Nana time është këtu. Si quhet babai? Isuf. Isuf, po mamaja? Nëna? Madhe. Ajo, e para këtej. Atje. Po? Ky ka qenë Seiti. Po? Vllai im që diç më përpara. Ajo aty ka qenë na Nishica. E ema e njerëz nga këto që kishte çupur të martuar me këto. Edhe këta djem, po janë akoma. Tani, kjo shtëpi është sot? U fshi, u prish. Pse? Është prishur ajo, pëse edhe nga ana tonë është prishur, ai do është mbajtur i vëllai, se jashtë norme, bari qperi, i edhe isa si parasht, u hodhe që ta mbajmë si dërtesë. Nuk u tërgëva njeri. Në cilin vit u prish? Në vitet të vonë, është aty. Në vitet të vonë, këtu bombarë, do me që ka nikur, këta ka nikur vonë. Okej. Tani, këtu në cilin vit jeni këtu? Shtëpia këtu në cilin? Kjo 64. 64. Këtë një foto më përpara të lutem, regjia, të themi tani, Çorovota tani nga ajo që s'kishte asgjë, u bëj një qytet modest, i vogël, por një qytet interesant, i lezetshëm. Ja, për dërtesë e madhe 2, 3, 4, 4 që atje edhe gjimnazi, spitali. Tani, përse u bë ky qytet nga hiç, u bë një qytet dhe si u konsiderua si qytet në rast lufte? Lufti, po, u grumbulluan, u shton popullsia dhe erdhën nga fshatrat e largëta, u grumbulluan aty. Po? Edhe kështu në mënyrë të padukshme që s'kishte fare, arritet të zhvillohesh, tani ka arritur të... Të kthehet prapë aty ku ishte. E kanë zbukuruar që ka të kështu. Prishet ca monumente. Ajo fush aty e bukur që ishte. Po? Ja, këtu. Kjo është fusha. Kjo është fusha. Ai gjimnazi. Gjimnazi është fusha kjo. Edhe fushën e prish. Prishën. Ai monumenti i lavdishëm që u bë. Ju i nderuar shkollën fillore e bët në Çorovot. Pastaj shkuat në pedagogjikën në Elbasan. Pedagogjia në Elbasan. Po. Parova 4 vite në Elbasan. Pedagogjia. Dhe pastaj u kthyet në Çorovot? Ashtu. Këtu tani kur boro fillon që ato kontraditat me Rusin. Me Rusin, me lindjen. Po? Unë pretendoja si isha, pretendoja midis të tjerëve që të shkonja jashtë, se kush dele me mirë do të shkollë të jashtë. Më caktuan, se u ndërpreja jashtë, më caktuan 2 vjetë në shkollë në Tiranë. Unë nuk desha ta baja 2 vjeçare, shkova në Skrapar 1 vit, edhe fillova 4 vjeçare. Shkova në Skrapar të punoj 1 vit, si mësus, edhe mbas 1 vitit... Studiove, erdhe këtu në universitet? Erdha në universitet. Për histori? Histori gjuhë. Dhe gjuhë, ishte bashkë? Dhe gjuhë, ishte bashkë. 4 vjetë? 4 vjetë. Student? Kështu që në Skrapar punova 1 vit. Vetëm 1 vit mësus, ku në Çorovot? Çorovot, që ishte ndjes past, ytë vllaje... Babaj? Babaj? I ke dhënë mësim babaj tim, hë? Refeti, më. Po, i ke dhënë mësim? Wow! Se dia këtë. I ke dhënë mësim babaj tim, hë? Po, ka dhënë. Në 8 vjeçare, në 7 vjeçare kishte atë. Në vitin e 2
Në vitin e 3 ishte drita, në vitin e 4 ishte 3 vjeqa. Wow. I ka thëmë si babai tim, babai im nuk jeton më hallat. Foto tjetër? Se do të pyes për këtë... Qa dhe bësh. Aty të tjetër ka qërë pastaj këta. Do të pyes pak më vonë. Tani, ti ke një merak. Ja, ky lapidari është një meraku yt. Ma të ka dhëmur. Të ka dhëmur, Për të betohem për qartë. Po pse e prishin? Ati vajti me sa mora vesh unë. Po? Vajti ka i famshëm i Saliut. Nuk po kemi politikë këtu. Saliut e ke fjalën për Berishën. Sali Berishës, ai fliste bete qametin, ai që e vëranë. Azemajtari? Hajde me, Ajtari. Se vëti Azemajtari? Qenë s'ka parë. Po? Edhe u thatë bashkisë që ishte aty, po? Bile ishte edhe të pësës aty. Po? Shkatërojni. Se Azemajtari u tha? Kjo tërgon me këta hyje, tërgon komunizmi. Ky është dokument komunist me yll trapër që kanë. Edhe me një lavdis asaj skraparit i poshtë. Po? E prishin edhe ben palatina ati e kështu. E prishin. Të ka dhëmur, Do të këta e ka prishur sepse u tha Azemajtari. E prishin tonët tani. Po a ju tha? Po a ju tha. Ky ka thënë një aty në ata njerëzit që nuk po më kujtoj tani, në njerëz të mirë këtu, që i keni shkojtë për mirë edhe ju me të drejtë. Merrin gur edhe këta di edhe unë, me kuaj, me goma, nga lartë qafa e dërvris. Po? Këto tjena të... Po, s'ka problem, po? Edhe merrin gur në kra, ngarkonin gomarin, 2 gur kanë gur, për të bërë. Qa thua? A është bërë me gurë të mbarë në kra, me gomarët e mushkat e fshatrave të tërë, me punë vullnetare. Me vullnetare. Dhe e bën këtë? Të bëni atë monë mëjë. Sepse do i bëmi një monument, si që ka bërë në Itali, në Amerikë. I Amerikë, jo, në Itali, fjallet në Amerikë me shkojta unë. Me ato për masa, me këto, kanë ardhur nga ajo Gjirokastra, specialistë mirë të gurë gëdhendës. Nga Gjirokastra, dhe ata e bërë? Jo Skrapali. Jo Skrapali? Jo. Gurë gëdhendës nga Gjirokastra. Edhe godistin gurin, i benin gur për gur, me muaj të termë, mos të me vite. Foto tjetër? U shkatruan. Tani, kanë disa foto që janë për disa figurat të Skraparit. Xhelal Koprënska ka firmosur Xhelal se gatroj të dhe. Jo, Koprënska, jo Saraveska, Koprënska, firmtari i pavarësisë. Një nga 40 firmtarët e pavarësisë është Xhelal Koprënska. Tani, çfarë figure, si ti edhe historian? Cili është mendimi juaj? Nuk e moj, që është pozitiv. Po, ai nuk u bën pneumonia. Po të e vranë. 7 vjetë mbasi hodhi firmën e vranë. Shiko, ne na ja dhanë dokumenta njerë kohë, për nuk na janë dhanë dokumenta arshivore. Si kjo? Njerë kohë e kur kam sot juar unë. Jepni dokumenta këto mbyllshin, këto tjerat. I hoqën emrin aty, ja hoqën firmën. Ja hoqën firmën. E di o gjatë firmën. A ndjesh krenar ti që një nga 40 firmtarët është nga Skrapari? Se një kishe Shkodra Luiq Gurakuq, një ka Skrapari Xhelal Koprënska. Është e drejtë. Nuk e moj. Është e drejtë. Jo, nuk moj, po nuk mohoj e vërtet. Ajo është firma e tia. Koprënska ka mbetur atë. Ja, Xhelal K. Xhelal K. Xhelal K. Xhelal Ko. Është Xhelal Ko. Xhelal Koprënska. Pse ka shkuar kokë të ti. Po, nuk u fol. Sepse thoshen që punon edhe andej, edhe këtej. Nuk është thosë si Neshat Hysi. Neshat
Okej, s'ka problem, mos e ka. Do të thënë mua më gëzove shumë që bën këtë vlerësim për Xhelal Koprivca. Foto tjetër. Jo, ai është e vërtet, edhe unë kam shkruar pozitivisht për atë. Për Xhelal Koprivca. Xhelal Koprivca. Okej. Është ka vënë firmën. Ka vënë firmën? Për pavarësinë e Shqipërisë. Kaq. Jo, ke bashkëpunuar edhe më tej, se çka bën më tej nuk e di, po për atje ka firmën e vet. Bravo. Tani, ke bërë një libër që mua më ka pëlqyer shumë, madje më ke bërë një privilegj aty se parathënien e librit e kam shkruar unë. E të falenderoj shumë për këtë, të Rizat Serovës. Lutem. Tani, në historinë moderne, a ka ndonjë ndryshim për figurën e Rizat Serovës, sepse diskutime edhe ka. Ju jeni një historian profesionist edhe i njihni shumë mirë atë. Shiko, më vjen keq që të regjistrojnë këto që po them, po unë deri më sot nuk kam parë ndonjë dokument nga ato që të jetë botuar. Do të thënë është pa dokumente. Shkot. Dokumente, atë dikush ka shkruar, se i kam parë vetë. Libri yt është i pasur me dokumente. Por aty punon, po gjëna, s'më vjen mirë të flas këto gjëra. Aty ka qenë ai biritia në arkivin e shtetit. Po? Edhe kam frikë se mos kanë shtuar gjëra më tepër. Mos ka shtuar gjëra më tepër. Megjithatë, është folur shumë, po ai mbetet ai që është, diskutohet nga punë. Po vogëlsira dhe nuk e di. Është njëta figurë, është njëti qëndrim që ju keni tani për Rizat Serovën siç e keni pasur? Patjetër. Pa diskutim. Nuk mohet, ai ishte i vetmi Skrapali, i vetmi. Po, ky është Rizat Serova. Por Rizat Serovës u propozua për dekorim. Ishte bërë monument dekorim. U mlodhëm të tërë në Çorovod. Ishin edhe personalitetet rrethit. Edhe nuk u vendos, sepse ai nga se harroj emrin, sekretari i Komitetit Qendror, është nuk është duhet bëhet më përpara. Okej, s'ka problem me emrin, nuk ka problem. Okej, domethënë nuk u bë heroi i popullit e ke fjalë, ishte heroi. U bë pasaj. U bë më vonë. Domethënë u vonua. Do të Xhelal duhet bësh më përpara, po se kam ai një tjetër. Zylftar Veleshën? Jo, për Zylftar Veleshën, nuk ka shikota njëri me. Se ishte heroi i popullit, ishte heroi i popullit, ishte dhe i gjallë. Ishte, sigurisht. Okej, e ka përcejmë. Foto tjetër që të kalojmë? Me Sanu Janiku, një përcaktim. E thatë. Nuk kam simpati. Nuk e simpati, e? Jo. Po ky ishte i pari që krijoi qetën. E vunë për para dhe ju tha ura. Ai që lufton nuk është akademik. Ky do luftonte. Nuk e di, po ky e ban të tjerët këtë, nuk u bë ky vetë si ai. I atë ka merit. Ka merit. Po ka merit. Po ti bësh tani Zylftar Veleshë, ti bësh Bashkisë Skaparit, ose ti bësh atje klubit atje, ti avesh emrin Viranikut, nuk shkonte. Ai s'madhim, nuk ka pse të s'madhohesh aq tepër, nuk ka pse të s'madhohesh. Qeta e parë në Skapar u krijuan me Sanu Janiku. Këtu më zë, ashtu është. Ashtu Këtu më zë. Po rënjat janë, nuk është si Rizat Serovës. Mirë, ti do thuash ai nuk ishte i arsimuar, nuk po tani ta thashë një herë, luftën nuk e bëjnë në antarët e Akademisë së Shkencave. Me Sanu Janiku do bënte luftën. Jo. Po, Niku tani. Okej, foto tjetër. Kjo është një figurë që Po e njohur. S'ka nuk flasim dot. Po, ky vuajti shëndetërisht. Vuajti shëndetërisht. Punojnë bashkë me Enver Hoxhën edhe ishte besnik e Enver Hoxhës.
shkoj në universitet, la universitetet, Po? nuk e bende do të shëndetërisht, edhe vdikja ashtu, aksidentalisht, kur shkoj në det, 53 ka ndodhur kjo, e këti janë. Tani, Jo, ai që dronë, të tjerët, kështu, u mbyt vetë atje, apo pati me të vërtet një Urdhë? problem? U mbyt vetë në det, apo pati një problem? jo, pushoj zemra në det. Okej, tani, kam një... U hodh, si që më thanë, mes njerëz të sigurt që u hodh për një herë në det, edhe Tani, kam një pyetje. gabimisht. Karman Ylli ishte komandanti i një operacioni të jashtëzakonshëm në Skrapar. Janë shpëtuar 13 infermiere amerikane që ranë nga një avion. Tani pyetja ime është, E di, pyetja ime është, si mbajtja i popull të fshet 13 infermiere kaluan në 11 fshatra të Skraparit dhe nuk i tregoi dhe nuk e mori vesh askush. Dhe nuk e mori vesh askush as në luftë, por as në 50 vitet komunizmit. Ti e di këtë ngjarje? po tani do të thonë që qëndrojnë në shtëpinë e këtyre leshjeve. Po jo, ka qenë në 11 fshatra, ka qenë dhe të shtëpi gjyshit tim. Po mirë, po ati që qëndroan Në Leshje kanë qenë patjetër se ka qenë të shtëpi e Karamanit. Po. Po ka qenë nga Bargullas, në Radësh, në Vërgjesh, në Mollas, në Korrit. Ashtu. Po, kush i mbrojtë këta kështu? Jo, komandanti ishte ky. Jo, si nuk doli, si nuk u tregua kjo ngjarje. E jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme, si këto të femra sot rrugës, të rritë 13 femra u fut do këto. U mbajtë fshet. Se ta kishin marrë vesh ata komunistët, i kishin vrarë ata që kishin strehuar, po. Se përkthyesi tyre u pushkatua. Kush? Përkthyesi i infermierëve amerikane u pushkatua në Berat. Mësuesi Stefa, po. Stefa është pushkatuar. Po, është pushkatuar me përkthyesi i infermierëve. Do të mirë se ke je futur në kësi. Okej, foto tjetër. Tani vinte familja jote. Thej që një nga momentet më të lumtura të jetës tënde është kjo që ke dalë me dritën. Me dritën. Tani, drita ka qenë një vajzë e bukur, më thonë, ë? Urdhë? Drita ishte shumë e bukur, ë? Jo, morgë. Kishte bukurin e saj natyrshme, po nuk ishte një fenomen. Një vajzë në atë kohë, një vajzë në atë kohë me sy me ngjyrë. Po mirë. Si mirë. E mirë ishte. E mirë ishte aty, por unë jam njohur me këtë. Po, si e njohur me dritën? Në shkollë, unë që është mësues në shkollë, një vit. Kjo ktheve nga i jepi mësim? Jepë mësim. A do të thënë ran dashuri mësuesi me nxënësin? Jo. Jo, më kanë futur sa do me thënë mua shumë të këqija. Kësë është ndaluar kjo të bjerë dashuri mësuesi me nxënësin. Ti ç'ke, ti rën dashuri. Ti se kishe të fshet. Jo. Unë atë vit e njoha, po midis familjeve Hakiut dhe Saitit, po? Dy Haskot. Vllajt tim dhe babait saj kishe marrëdhënie të mira. Shumë vllazërore, pinin bashkë, bënin muhabete, lafosin bashkë, kishe marrëdhënie familjare, na dhanë televizor një herike, të kema lindë shkojnë në solli nga... Dhe ti tani duhet kërkoje të shumë... Edhe u kryon, kjo vajte në shkollën e mesme, unë isha në shkollën e lartë. U takuan për sëri Skrapar. Dritë kështu. Jo, si të më thyta po, më të më Jo për keq. Shiko, jo se në atë kohë nuk beshe gjera. Pra. Po dashuroshin njerëzit, Dashuri ishte natyrshme. Po jo... Kur i the dritës të dua për herë të parë, çfarë thotë? Babaj. Babaj tha. Direkt të babaj tha. Prindit. Ishte smisetoja do të nesër. Pra, prindit. Çfarë bëri? Sa të më vinin të prindit mua këtu. Sa të vinë prindit ti. Kohë të shkuara. Çfarë bëre pastaj çove prindit? Jo, asgjë, po ka rritën pastaj u bisedoj njerë. Babaj.
Vllai. E vllai, shkoj vllai. Vllai. Këta koj vllai? Vllai me dhore kështu, tha, po kështu, po qofse kanë nesër me të vërtet të dy, pse si jemi kundër të shtim, s'kemi kundërshtim, ara dakord. Të deshën prindrit e Dritës? Të donin? Po. Të donin, ë? Nuk isha i keq unë, ja. Po Nuk isha keq perës, nuk isha njeri kështu gërdavec, nuk isha jo. Okej, foto tjetër, se janë disa foto shumë të bukura të familjes. Tani, këtu e Drita dhe vajza. Dhe unë në 61-shin mbarova shkollën e lartë, kë mbaroj vitin e tretë, Hakiu kishe në universitet, shkoj në Qorrovod, ajo erdhi në Qorrovod, në atë në punë ishte. Okej, tani. Ashtu, ishte në punë, vazhdoj edhe shkollën e mesme në Berat. Edhe tani këtu jeni në Qorrovod? Ky fëmijë ka lindur në Ermira. Po, Goca, fëmija e parë. U martëm në 61-shin, 62-shin, 61-shin barova unë, erdha, 62-shin jemi martuar, 63-shin, tani, 64 në shtajë. Ka lindur Ermira. E para, Drita pas ka qenë yll, mos më thoj mua ishte normale, shë sa e bukur Drita. Drita si aktore këtu? Po ka me që thejmë si unë. E para. E dyta, tani... Jo se ka qenë bërgëdi, jo, thoshta... Kam dhe një foto këtu? Thoshta jo në njerë që t'isha një set tjetër, unë bënja kështu, bënja shtu, po... Ishte dhe unë ishe në qikësi, konservator ishe në qikësi. Ishe konservator, e? Ishe në qikësi. Tani, kam diçka këtu, kjo është një foto, ju lutem regjia të... Këto janë tre fëmijët. Tre fëmijët, Ermira, Kuenda dhe Albani. Po. Tani, flasim pak për Ermirën. Ermira fatkeqësisht nuk jeton më. Vazhema, është ajo. Po, ajo aty. E kemi mbajtur në Qorrovod, unë jam treguar burrac, sepse unë mbaja në krah vajzën në Qorrovod. Do me thënë, unë e dashuroja atë në mënyrë të veçantë, unë edhe Drita sigurisht, sepse ishte fëmija i parë tona, po ishim civilizuar ne, mbajeu në atë kohë vajzën, nuk krah, turp. Tani, Ermira nuk jeton fatkeqësisht dhe unë i shpreh ngushëllimet. E mbaroj shkollën e mesme, mbaroj shkollën e lartë. Ermira për çfarë studion? Rrethana ashtu shkuan, ajo tani po bën 15 që në 2010-ën. Që nuk jeton më. Nuk jeton më. Po çfarë ndodhi? Pse vdiq Ermira? Sëmundje të brendshme. Sa vjeç ishte? 25, 26, 27. Dani, me të përsa 25. Për sëmundje të brendshme. Dëgjo, që du të baroj fëmijë, të hiqish një cip, që me bajtën kotë. U torturua kotë 5 vjetë, u torturua. Kur e mori vesha, jo? Foto tjetër? Kur e mori vesha, e tha unë barova tani. Tani? Po pse su bë? Nuk e zjatë, sepse... E kuptoj, të kuptoj. Tani, këtu... Ky është djali. Albani. Ky është mërzitësh. Po të nëzirje në fotografit. Nuk do të. Ashtu bën të kalamajt e vegjel. Shko si tërë. Tani, Albani ka qenë, unë e mbajmën të vogël, kështë një qamçu, kështë të ardhë nga Algjeria se do flasim, kështë si u bëra ambasador, dhe ishte me ora jo. Ku e bleve të qamtë? Se ti e ke ble? Në Algjeri? Po ku dhe, nuk e pa. Andeve të. Kjo është Kuenda. Kuenda, po. I emër shumë i veçantë, Kuenda. Shiko, kur beshe njerë në studime lidhur me periardhën e shqiptarëve dhe forcat e emrat e rinjët që janë nga këto, midis tyre u tha dhe Kuenda. I shkojta Kuenda. E mbata si emër të veçantë, që nuk është. Kurse Albani është më popullorë, i matë, tha. Alban, tha, edhe... Të kushë vuri emrin? Urdo? Kushë vuri emrin Albanit? Mamaja e tia me baban ti. Dri. Tha Alban, sepse fjalla Alban, thëm, Alban. Nësa shqiptar. Kuendën e vendose ti? Unë.
Edhe kuendën e maj më të vogël, vajzë shumë simpatike e vogël. I thome Eda në Eda. në thesht. Okej, tani, vinte ajo që quhet që ndryshoi jetën tënde. Si u futet ti në diplomaci? Sa është gjata jote. Por ne prandaj jemi këtu për ta treguar. Sa shtu më bën mua aty. Sa keq më bëri mua jo, na një Se? kur mendoj jo, na jo që... Si e zhgënjur? Po, Që u futën në diplomaci? të them unë. Pse? Shiko, unë në Skarpar, kesh erdha, në basi marrova shkollën e lartë, erdha në Skarpar. U martova shtetër kjo, është familjare. Jo se punova kush e di çfarë, po punova. U vlerësova për punë. Nuk u kritikova për keq. Domethënë, me sjellje të mira. 8-9 vjetë sa vajtë. Okej, dhe si u arsim. U zhvillu arsimi. 8 vjeçaret në gjitha rrethet. Okej, jo, si u thani ju, hajde tani do bësh ambasador. O bash, ja dhe kjo ta themun. Gjatë kësaj kohe, veç kësaj, u dhejta 8 vjetë, shkoha në shkollën e partisë. Në shkollën e partisë. Partisë ju është. Bëra komunist. Bëra pas universitar në Tiranë. Po? Një vit. Kja ndë u ktheva, nuk vajta prap në shef arsimi, se u vendosi tjetër shef arsimi pastaj, edhe unë e barova të vësë, edhe u mora me kulturën në Komitet e Partisë instruktor. Po? Të tërë një bëjnë aktivitet, pa të bëjnë shumë aktivitete, ngjarjet historike, ngjarjet konferencave. Okej, ta kalojmë, po si dhe u thirrën. Unë bëjnja, shkruaja gjithnjë, u bëjta shkrimtar, shkruaja unë, referoja unë, dele unë fotokori. Edhe është 3 herë në kombëtare, se bëjshë kombëtare gjithmonë dhe për vit. Lokale po, edhe kombëtare, dhe u njoha. U njoha dhe nga i famshmi Alex Buda? Alex Buda. O, që njeri ishte ai. Ja zakonshëm? Kryetari i Akademisë Shkencave, një nga themeluesit e Akademisë. Kryetari i parë. Ishte edhe një teori që më ndihmoi mua, jo se isha unë me fenomen në Skarpar apo në Shqipëri. Po Skarpar ishte një çikse Ilen Minjan. Dush mbështetur baza. Dush goditur burokracia. Po? Edhe përfitova unë, e përfitoan thirë. Në një rast, morëm 18 veta nga Skrapari, u regjistruan dhe u kualifikon në universitet. Unë për jashtë, njeri për bujqësinë, tjetëri për ekonominë. Dhe ju thirrën Ministrinë e Jashtme juve? Edhe me sorën fujtën mua të... Unë kësha dhënë... Ishin 5, kësha dhënë 4 provime ati. Ku? Provime pas universitare. Po? Dhe më këshin paranuar ata, më këshin paranuar. Që kryetar akademisë. Po? O, të vishë edhe kësha dhënë. Dhe direkt Ministrit e Jashtme, çaj gjuhët huaj njënit ju? Shiko, unë në gjuhët huaj kësha për anglisht. Po, anglisha ishte pa vlerë të kënej. Italisht ishte si gjuhë praktikosh më shumë, me letë dhe këto, fërgjishten, me fërgjishten punova jashtë. Okej, do të pyes për atë si e mësuat fërgjishten, po pse ju emëruan juve ambasador në Algjeri? Po, në Algjeri... Dhe foto tjetër, se duhet kemi në Algjeri, foto tjetër? Po pse, më emëruan mua, unë nuk e dija, unë doja të... Jo, ajo e artës, lutem, e artës, ja, Algjeria këtu... Unë doja që të mbaroja universitetin dhe të merja doktoraturën, të merja kandidat dhe doktoraturën. Për në 3-4 vjetë unë merësha besha profesor ose doktor i shkencave. Dhe sot e kësaj dite unë shkroja. Shikoj, gjuha Shqipe, po, gëtërmënizohet. Historia është deformuara. Fare të këne. Historianë të këne zgjohen. Ka patur historianë. Kanë vdicjet dhe gjithë, u shuan, sepse të alën të tërë njerëzit historianë u benë e këto. Po flasë qik tepër. Okej, tani, kush emëroi ambasador? Algjeria ja ku është në veri të Afrikës? Po jo, kush emëroi? Kush ishte në Sinase? Ashtu.
ishte Nesti Nasa, ishte i pari, edhe Reizi ishte i dyti. Zvëndsi. Të thirrën ty? Ma më thirrën komiteti qendror dhe këto ishim të komiteti qendror ne. Unë ishe i komiteti qendror dhe si qa vetëm, unë mund të ishin 7-8-10 vjetë të tjerë. Po ata nuk rrojtën, i hoqën për njëre, vetëm një, nuk të ja them emrin, se i ka vdek tani pas ka vdekur, i të hoqën, sepse kishim bërë gabime të shpejtuara. Gabime atje, e? Bërë gabime dhe roft i hoqën, janë të komitet qendror këta. Si të emëruan? Kishte një kontradikt të ministeri. Okej, si të emëruan të në Algjeri? Si të emëruan? Ashtu. Dhe më thirrën në komitet qendror, pastaj më thanë Ministri i Jashtëm ti do të punosh aty. Ministri i Jashtëm të përgatitesh për ambasador. Denda unë 7-8 muaj. Po pastaj? Denda me shumë bile sepse Qarë, po dhe pastaj të thanë do ikish në Algjeri? Algjeri. Po pse në Algjeri? Gjuha më bëde frëgjishës. Frëgjishë, Në fronte. Edhe në Algjeri unë pata dhe favore jashtëzakonisht, se u futa një shtëpi, jo futa një shtëpi, po në një apartament, që aty ishte një zonjë që ishte arabe, po studiuar në Francë, ata frëgjishën e kishën këshu, bashkë me të shoqin e fëmijët e vetë, edhe kishën komunikim, që bëja unë. Na jepni neve me franshizë, me çmime shumë të ulta, whisky dhe cigare. Unë nuk i pija. Po që bëhe? Jo jepja kësaj familjes. Ajo jepja kësaj familjes. Ajo më jep të mësimin. Na organizante dhe Klerik, do të kurs në për frëgjishtën. Për frëgjishtën. Po ishte lejuar kjo? Po ishte lejuar se që lejuar ajo më mësonte frëgjishtën muati. E kuptova. Mi pa nga kjo erdhi një i të bjallosur aty. Pas sigurimin më pas, do të thënë. Po kush e spionoj? Nuk e thejme emri se më vjezor, a i nuk rrob tani, po ishte... Po thuaj emri me qëtëron? Besniku i Enver Hoxhës. Nga besnikët e Enver Hoxhës. Nga besnikët e Enver Hoxhës, ha? Nga njërëzit më besnikë. Vëllai i kam betur tani, vëllai është shkrimtar i mire, punë e tia dhe për. A i të spionoj? Po mirë, patë në i pasoj? Tani fa që Erdi atë ku. Sevo Tarifa? Jo. Sevo Tarifa, sekretari i Enver Hoxhës. Edhe ka berë kontrol, i thërrisë ata njerëzit, rriti më thoshe se do dalë me të filarin. Rriti se do dalë me filarin. Se që ishe Sevo Tarifa? Unë jam ambasadorit të shoqëroj ty. Jo, rritë dhe vetë. Tani, Sevo që ishte apo thjesht vinte për kontrol? Shiko, vinte për të qenë jashtë shtetit, se nuk dhe do të jashtë shtetit, po kishte si shduket që si e beja punën unë aty, sikur mos kishe në i mardhene me atë femër ata të tjera me palatin. Deri këtu, e? Jo, s'kam të svemë të tjera. O, tam dithe drita ty aty, ku të linde drita ty për lehena. Unë të shap, po që të thajma të unë. Se më lidhe mua jo. Të keqen, Po si, kalove paq, do dhe pate në i pasoj, apo? Jo. Nuk pate pasoj? Jo, kalova mirë. Mirë. Tani, Po, pati me një, e ashtu të pëti, sepse kur kam ikur unë për erda në ministri, kur i ka në Vietnam, i tha i shoku tim, që kishte qenë a i bashkë me ta, pse e ke folur, tha, për filan, për Syrian, tha, që flisje në ministri, për tha, ja, të ke i tha. Kështu i tha, ha? I ka thënë atere kur i ishja duke ikur në aeroport. Atje mora veshën. Tani, si ishin marrëdhënet, foto tjetër, si ishin marrëdhënet e Shqipërisë me Algjeri dhe pse duhet kishim në ambasadë në Algjeri? Ja, këtu je me, kush është ky? Po, këto janë me Malezi. Ta shpjegoj unë. Ja, është në zezakët janë në... Me ngjyrë, jo zezak, se përdorim termin zezak. Ashtu është, drejtë është me ngjyrë janë. Atje kam vajtur në... Okej. Kemi dhe një foto tjetër nga Algjeria, më zgaboj? Po, që kam qenë në Algjeri. Jo, këtu është në Vietnam, jo. Jo, bek, okej. Tani, si ishin 4 vite ndojnë në Algjeri? 4 vite, si ishin 4 vite? Kam vajtur unë, vetëm në një vend kam vajtur. Ku? Në... vrafsha vetën. Po, se... Tani, në Algjeri keni qëndruar,
4 vjet isha. Nga viti 76 deri në 80. 80, po. 83 shkova në Vietnam. Pastaj në 83 deri në 89 në Vietnam. Ashtu, atje. Kështu që në Algjeri ishte fërgjishte. Shiko, mua më kishte caktuar në vendet nordike. Ishte anglisht. Ishte anglisht. Frëgjisht, Edhe pasaj çon. Tani në 4 vite çfarë ndodhi me marrëdhëniet Shqipëri-Algjeri? Çfarë arritët ju? Shiko, ato ishin kështu marrëdhënie ekonomike që të mund të kishe një zhvillim, pati një zhvillim, u futën edhe sepse ishte orientimi i partisë që të futemi në Afrikë. Të futemi në Afrikë. Futën edhe sollën edhe përfaqësi tregtare tek. Po pse në Afrikë? Po nuk shkone nërë se ne kishim edhe një liqë. Aqë sa të me japë punë ty, aqë dash ti, po më shumë, asë në pak. Aqë thoshe, na o meri edhe ti marru në pasaj me jep ti. Jo, kaq. Jo, Si ca ligje që në kanë theru në vetën. Ca ligje të këqia, të mira, shumë. Kinezët e kanë edhe sot dofta. Ka berë, thosh, kaj të mire dhe kaj të këqia presidenti. Kaj të mire, kaj të këqia. Sa të mire ka berë dhe sa të ka berë. Hoshimili. Ose i... Okej, tani, keni një histori me Algjerin, me atë historinë asaj Anijes. Na e trego? Ja. Që është rreziku ti. Ishe rrezik, hë? Për kokë. Pse? Jo, po beja 4 vjetën. Po e beja 4 vjetin, po edhe diçka kështë e mbetur, ajo një therje kështu, sa po. Po edhe 4 vjetë që po mbushja. Por më thirën, hajde se të vdiq, është smur rend babaj, është smur vërtet. Merë gjithë familjen, nuk e mora. Merë, hajde me gjithë familjen. Ti më thore mua, ka dhe për ti të koshti jatën, të tatë, të gjesh gjallë, hajde. Pse më thoj me gjithë familje ti? Po, kur erdhe këtu qatë dodi? Nuk e mora familje. E gjitha gjallë. Më mori reisi me... Reis Malile? Me makinë, në shpurin s'ka parë, më dërgoj do, dhe në bajta, baro punë edhe, u këtheva, baro punë, varosë më të edhe. Ndeshën, më pyeti i kuadrit, po pse si more familjen, tha. Dhe me thënë, po thëshëm, si të mere familjen ti, unë do të kisha ikur, se e kishin këtë zakon. Gjeni rast, ke për smurje ti dhe hajde ti dhe merë familjen. Dërgoni një tjetër. Unë nuk e berat të më dërgojnë në atë formë. Unë e kisha këtu, të kajo që patetit, të kë me qevu. Te Ania? Po, në thiri ambasada e Kubës, mua si ambasador, nuk e ditë të tjerët, po mua më thiri si ambasador në anijen e madhe të tyre, si e kishte jo, Hoze Marejt, si e kishte. Ushtarake? Uro? Ushtarake ishe Ania? Ati kishte ushtar. Branda, dhe? Roje, hyrja ti, ushtar, parshitet e përshtet. Dolja i drejtusi, ma thëmë, një forë, i gjatë, i me ju frëngjishte që më tingëllon të aj shpirtin, ma tingëllon. Po? Edhe më thanë, ne shkojmë në Shqipëri, në Tiranë, ashtë e herë që po vime, me kemi marrë orisë, do të shpim, të hanë shqiptarët të orisë. Orisë? Orisë, bushëm me orisë. Ania? Kubaneze? Jo, Ania, thaj. Ania, nuk dhja se që ishte, po pritja ishte nga kubanët. E kubanë. Ishte kubana jo. Do dhe ti more veshë Ania do vinde në Shqipëri në Durrës. Po! Po që ndodhi? Joftim. Pyeta njerë unë, pyeta njeroje, pyeta dy, po ju kush e kështu, kush e më qikë rëgjisht, shkoni në Durrës, pyeta diket, kështu, u interesova, edhe, o thashë me edhe në qepë kjo, edhe shkoj.
E be një telegrame, një herë, dy herë. 2-3 herë më përsërite, po përsërite, ajo mbriti pas 3-4 ditësh në Durrës. E morën edhe shpunë, deri tutje. E kontrolluan. Kontrolluan ushtarët aty, në veshur ata. Po? Edhe mbajtëm atën, sigurisht, orizin e morën asasi punë e tyre, e morën me qeu, tha, ky emër, tha, ky... Ambasador. Dikush thoshte, të tha emër, dikush thoshte, tha ambasadori, që më thonë, këta na lipëcën neve. Këta na duan, këta ambasador. Këta na duan, tha. E mbyllën gojnë, Reizi, me gjithë tjerë. Nesi Nase. Foto tjetër? Ashtu, po, Nesi Nase, Po? Nesi Nase pasaj, të thejme dhe këta, diçka beri. Po, diçka jaben. Do ta pyes pasaj ata. Tani, nga Algjeria ju u emërua në Vietnam. Këtu është një foto, Enver Hoxha ka pritur ambasadorin e Republikës Socialiste të Vietnamit. Enver Hoxha me ambasadorin e Vietnamit, po, Reis Malile dhe Ramiz Alia. Tani, si ishte Reis Malile? Cili? Reis Malile, si ishte? Ishte Sëvendës. Po si ishte si se u bë? Ishte ministro. Në këtë moment ishte ministër pra? Ishte hequr, po, ishte hequr, ishte ministr. Si ishte? Ministr. Jo, me i mirë, aj kuj patardo dhe në Algjeri. Erdi dhe në Algjeri. Sigurisht e i ministr, ishte ndaj meje, e në njohërit. Po njohërit luftës s'kishte, po në njohërit studyshte, s'kishte i liceun artistik ishte mbaruar. Reizi, e? Uro? Reis Malile. Edhe i tjetër të dy të Korçë kishin mbaruar ata. Liceun artistik të Korçës. Liceun artistik. Ju e manit kështu Reis Malile, si ku ishe jashtëzakonshëm. Edhe Reis Malile, e dëdoan atë, kritikuan, me keqja të gjoha në një vend, se do të vishet të zë, 2 njerëz të sigurimit atë. Thoj këte, ti të lash të thosh këte, unë të theme këte, që a i të dënojt për... Gracka? Për atë... Për kë? Nesi Nasën? Nesën. Ja, do të pyes për Nesin. Ja ben Nestit se nuk kishte bërë. Foto tjetër? Du tjetë foto e Nesi Nasës? Më falë? Po, Nesi Nasë. Ky është Nesi Nasë. Tani, Nesi Nasën t'i thuaj ja bëri sigurimi shteti. Ja ben. Po qenë zonë kështu si zyrtar? Shiko, a i kishte vajtur në Amerikë njëherë dhe... Ja, këtu në OKB. Po, vite gjithmonë pasi, edhe nuk e di se si kishin... Ne ka kishte biseduar atë diçka të tillë që nuk e di me saktësi. Edhe nuk u tha, po ka trahtuar thash. Ka trahtuar? Fjalë tradhti. Ka tradhti, nuk ka zbatuar ato vendimet e partisë, kështu e zonë se bën. Do të ja bën ata sigurimin dhe organizata kështu dhe të tjerët. Po mirë, ç'a dënim, ç'a pas? Një shoku i tij, jo shoku, po ai vazhdoi ambasador ai shumë i keq. Që e kanë dimuar atë, i qënë dhe si djallën tia, a i beri më keq akoma. A i e bëri, a i që ndimoj, a? A që ndimoj. Nga i që ke bërë të mira? Një maskara. A i maskara u hot nga dritarja, s'ma më kujtojt e mërë, u hot nga dritarja e universitetit, ara, po, shpëtoj, e deshtë, u bë ambasador? U mbaroj universitetin edhe një. U bë ambasador? Ambasador e punë. Dhe ai e bëri këtë. Foto tjetër? Tani çdo e ti në Vietnam, nga s'ka pari, nga Shqipëria në Vietnam. 10.000 kilometra larg. 10.000 kilometra? Kisha pjesa e veriut. Ishte pjesë, pasaj kur vajta unë u bashkuar, Vietnami. E përbashkuar ishte. Tani, si ishe Vietnami mbas luftës? Se ti ke shkuar mbas luftës? Mbas luftës. Si ishte Vietnami? Siko, varfëria kështu, ishte po, jo, varfëri në kuptimin si që kemi ne, varfëri. Jo se kishte nuk u shkesh. Ata u shkjen me oris, me një pjatë oris, kalonin dikën. Dhe kishte shumice madhe njerëzit, po kishte zhvillim. Po ta marrësh nga pikpamja armiqësore, këta kishin armiqësi me Kinën.
se Kina kishe interesa territoriale aty, ajo pjesa lartë. Edhe në ujë kishte interes. Edhe kishin edhe luftë, goditje, vrasje, këto. Tani ti... Edhe bëhe shumë, thoshin në shumë raste që pyesnin shqiptarin, ambasadorët, se ajo punë është, unë vitë sot me këtë ambasador, me filan ambasador, fitur ambasador, ditë për ditë, s'kishe punë tjetër. S'kishe, në do shërrijeni, po dojtë informacione i qendra. Pyesnin, ka ardhur njeri italiani, ka pyetër. Rumuni, ka pyetër, po kjo. Se ne vajtë njohëm Kambodgjën. U habitën tjertë, pse njohëm Kambodgjën. Do më thënë, merë me veprimtari politike. Tani, një pyetje... Kanë ardhur delegacione, me 10 delegacione kanë ardhur, është shkëmbyrë. Drita, që thojti drita këtu, ajo ka qenë një generale, e ke para të një fotografi aty, ka qenë një generale e ushtrisë të Vietnamit, është dërguar e në organizatë grasë tonë. Jo kjo, Okej, foto tjetër se ndoshta e kemi këtu? Ndoshta? Jo, ja, kjo është edhe njërë arta e botës nga Shqipëria në Vietnam. Tani një pyetje kam unë. Ti sot, si e mendon, ishte drejta e lufta e Amerikës në Vietnam apo jo? Gabim. Gabim? Gabim. Pse? Çdo të Amerika në Vietnam. Po sepse do përhape komunizmi. E godiste atje që të mos përhape komunizmi. Do vrasë vetë. Tjetër. Jo, nuk. Jo, me atë vrasje, me atë shkatrim, edhe u shkatrua, edhe Amerika u shkatrua, edhe u mund Amerika, edhe Franca u mund. Në Vietnam? Edhe Franca. Djetë bjen fu, e kam atë dalat e 10 fotografikat. Djetë bjen fu, u mund Franca me qintet sa me ushtarë, u kapë në Europë. Me ndihmën kineze. Vietnami fitoj me Amerikën? Fitoj. Fitoj, ë? Fitoj. Po pse fitoj? Si arriti të fitoj? Një vend i vogël ka qenë një superfuqi. Pati edhe Rusi, ndihmoi Rusi. E ndihmoi Rusi, ë? Të tërë, Peru, po Kina? Katyushka, të Rusi, po Kina? Nga Vietnami. Nga Rusia? Po Kina e ndihmoi? Kia... Tani, Shqipëria, kishte rol në këtë, shkuan atje, kanë shkuar disa ushtarakë atje? Shiko, ata vajtën ushtarakë për të marrë eksperiencë. Në Vietnam? Ata ishin gjatë kohës kur ishit ju, apo kur ishte gjatë luftës? Jo, që gjatë luftës. Gjatë luftës, në Vietnam. Ka qenë dhe Ismail Kadare në Vietnam? Thonë. Ti s'digje? Unë s'digje. Vietnami thoshte bile dhe presidenti. Dhe këj presidenti, se presidenti i keq. I keq, e? I tonë, shumë i keq. Vietnami thoshte, çfarë keni nevojë ju për prodhimet amerikane, i marrim ne dhe ju japim juve. Në thoshtë ty? Po. Qa thua? Po, dhe kur ka vajtë presidenti... Morë ty që? Kur ka vajtë presidenti... Ynë? A Gjileshi? Jo. Zëvendës presidenti Amerikan, e bera një hile unë aty. Qa hile? Se dhe hile kam verë. Ke bërë dhe hile? Për kokëtime. Po mirë, po mirë. Qa hile ishte kjo? Hile e bardhë? Hile e bardhë? E bardhë. E bardhë. Eftova të vindë në Shqipëri. Kë? Zëvendës kryeministrin e Vietnamit. Jo atë Famandogon, po ja huma e bërë. Ska problem. Eftova, si thash, dëshiron, kishe shumë ardhene të mira, a i bete sërvitje, edhe unë bënja delja në matat, të hoshim, jajën e mirë, këto e këtë. A do vëshë Shqipëri? Shikoj, a do bësh vizitë Shqipëri, ta shikoj Shqipëri, Tiranë. Mirë. Po? Qa ndodhi? Ministri Gëzanskë Ministri dëshiron të shkoj të vë në Shqipëri, pret për njeri Tiranës. Dërgova unë këtej. Ambasada e tyre nuk dit një gjë. Se do të ditë ambasada e tyre, së është e vërtet? A tharë, po, se ishke punë? Ore, ti përgjigjë kësaj. Erdhi e shkurt po e them, ka vajtur
ishte vdekur Enver Hoxha, ka vajtur takoj në Xhimia Hoxhën. Po? Moj nen, fjala nen përdori. Me një përullje. Po? Ishte përgjysëm një kështu. Po? Po mbaroj këtë që je duke, se pasaj do ta komentojmë këtë. Ka më përpara. Ky ishte sëmurë që ky vajte. Unë vajta më vëllë. Po? Bëzuri në Xhimia për shpata, për kara, më përqafoj fort. E ditë se kësha shpenur. Ndiva kënaqësi. U gëzua në Xhimia? U gëzua, e foli për Enver Hoxhën, e foli mirë, e foli për këta, e foli ti e kështu, e foli fjatë mirë, në gjuhën e vetë, Po? e për këthejt e për të fysti. Edhe ajo u bë malë si, thash, më kujtojët kjo punë. Unë erdha për të parë se me ka ishte vajza e fijuar. E se që vajzën tuti, vajzën madhe. Vajta për halin tim unë. E kuptova. Kur mora vesh që kush ishte, vajta, u kthea, i thash dritës, drita më thoshtë, fol, qa të tha? I thash unë, shpirtin nuk a di, po si filani, ajo, e saj. Okej. Tani, kemi një foto këtu Enver Hoxha, Mehmet Çeu dhe Joao Amazona. Tani, si ishte Enver Hoxha për ty? Shiko, njerëzit janë të parë i që ndihet, po shiko, ajo periudhë ka qenë, unë para se të vija, lexova i qikës. Lexova dhe që ka thëtë Stalini për Shqipërinë. Si e kam mësuar Stalini Enver Hoxhën. Lexova nga ato të shkrimet që kam për të patur një ide. Lexova nga ato shkrimet. Lexova dhe për qa ka thënë për Enver Hoxhën. E kanë burur, vetë Amerikanë. Jo, qa thua ti? Unë, ka një njëri madh. I madh, ha? Na thërë Enver Hoxhën. Ti enverist? Le të thonë këta. Ti enverist? Shiko, çdo njeri ka të meta. Enverin e futën në të meta. Ai nuk mbajti besnikët. Besnikët ju bën tradhtare, e tradhtoje me Çeu. S'kish pse të vritet me Çeu. Mehmetin ja ku e ke. Enverin takoi edhe një herë? Enveri ka qenë i lartë. Unë s'jam takuar me Enverin. Asnjëherë. Po me Mehmetin? Me atë jo. As me Mehmetin? Do të takuar shumë me rastim, po jo për të kepi. Po e Mehmeti si ishte? Ishte tradhtar? Tradhtar jo. Jo. Ishte në natyrë tia ishte kjo që të bënte ndryshime. Socializëm, hajde, u hipi deri, më hipi mendja mbi kokë dhe mbaroi. Ata vranë veten. E vranë apo vrau veten? Ka vranë veten, e vriste veten. E vriste veten, e? Po. Foto tjetër. Mehmeti me Mao Zedongin. Tani marrën me Kinën si ishte, se ti ishe në Vietnam, po Kinën e kisha ty? Ky është Mao me Mehmetin në vizitë në Kinë, në Pekin. Po. Tani ishte prishja e marrëdhënieve me Kinës ajo që shkatërroi Shqipërinë? Mërshme. Kur mora vesh, kam zbritur nga avioni edhe më tha filani, prishje me Kinën, më ka ardhur keq, më ka themur. Po ti the pra të Enverin pra, thoj njëri i madh, si ishte njëri i madh kur prish marrëdhënie me Kinën? Po, qështë po prishesh me Kinën, po gabimër të prishesh me Kinën, po bë gabimër, po për këte, e bëm, po i lemi njërë gabimet, se gabimet, si s'ka patur, çdo njeri ka, po i të projnë gabimet. Nuk prishesh me Kinën, Kina në ndihmoi, na prishi Rusi, na doli Rusi, doli Kina, dhe tërë ato për ti tërë qëtralet me ekonomine, fali gjitha ato të kredije, i kam lexuar sot për drejki. Zbrite nga avioni kur thanë? Urdo? Zbrite nga avioni kur thanë? Kur zbrita ma tha, për njëre ma tha. Qartë fletë shumë. E mbaj mend kur kam vajtur, edhe ishte mbledhur diplomatët në atë dhe më pyetën për çka ka ndodhur, pse ka ndodhur, më ka rënë pika.
Foto tjetër. Tani, këtu drita jeni në Vietnam? Kjo ishte dhe po, jo, ka ardhur kjo vietnamezja, ajo vietnamezja, edhe kjo vietnamezja është, ka me dritën. Këtu në Tiranë apo atje? Avash. Në Tiranë, në Vietnam. Këtu në Vietnam, në Hanoi. Ajo ishte generale. Ajo ishte generale? Ky ishte generale vietnameze? Me generale. Kishte luftuar luftë me amerikanët? Ishte iku në Kaveriu në jug. Qa thua? Edhe ishte bërë heroinë. Heroinë, si quhet? Mbaj mend emrin? Më fal. Po jo, edhe 20 vjeç ishte ti se mbaj mend emrin, po. Heroinë. Dhe u prishin edhe tek ne diçka luajti, sepse erdhi zëvendës ministri i Vietnamit, jo ai që të kanë dërguar unë, erdhi edhe tha që, ose ai masvej makari, tjetër, erdhi dhe kërkoi lidhje me Kinën. Aq deshën tonët. Edhe i tha Spartaku, atë ministrit, zëvendës ministrit, bisedojmë çik bashkë. Po ta bisedojmë vetëm, jo veç. Ai e lidhi aty. Foli tha. Marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, i foli për marrëdhëniet me Bashkimin. Maskara i tha. Okej, tani kjo ishte e përzur. U prishin marrëdhëniet. Erdhi kjo. E bën ftesë kësaj. Kjo ishte generale, po. Erdhi në Tiranë. Erdhi në Tiranë, në shtëpinë ushtarake, në shkollën e bashkuara, foli e bëre. Sa amerikan kishte vrarë kjo? Urdhë? Sa amerikan kishte vrarë kjo? Nuk e di. Foto tjetër. Neve me Amerikën atërës ishim. Tani këtu ku je këtu? Në Laos. Se mbuloj edhe të tjerat, ë? Mbuloj edhe disa shtete tjera. Jo rezident. Po. Këtu kam e qenë në Laos, ja pas ka shkollën e të Laos, ja jeti, edhe këthen të Laosit, të Laosit e të tjerë, që ishë fesë kombëtare. Festa kombëtare. Po, foto tjetër? Ti kalojmë pak shpejt, se jemi limit. Këtu me dritën ku jeni? Në Vietnam? Vietnam. Ato varrezat e ushtarëve? Po është monument. Si që janë, jo si që janë të qetë, po si që janë me kamet. Me kamet, po. Foto tjetër? Këtu në ambasadë? Ambasadë, të këtë dalë. Sa e kishe personeli? 9 veta. Ju 2? 2 dhe farmacisti, shifranti edhe shoferi edhe 2 tjere. Ajte. Patë ndonjë problem ndonjëherë në ambasadë në diçka? Ka shumë. Po pse? Ka qenë zonja kjo. Gruaja. Po pse çfarë bëri? I rregullonte gruat. Po pse çfarë probleme kishit ju? Po probleme ne, më tha shumë, më tha ashtu. Më tha këta. Po të bashë 2, po i treti e prishte. 2 beni si benin. Po të futesh e treti, e treta o i treti, do të prishesh muhabetet. Ka thënë kështu, s'ka thënë ashtu. Vajti edhe mori në 50 cent e mori 100. 100 edhe i tha 50. 50 që në bajti. Si e bajti? Jo këtë bajti. Jo. Tani, Maxhum Peka, paraardhësi juaj ambasador në Vietnam, ka thënë për ju. Surja Laze, ambasadori i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Algjeri, dha kontribut të shquar në zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Marrëdhënie që gjithnjë janë konsideruar miqësore, edhe për mbështetjen që i patdhën qeveria jon luftës së popullit algjerian për pavarësi. Veprimtaria e ambasadës në ato vite në rritjen e shkëmbimeve midis dy vendeve në fusha të ndryshme. Algjerinë vizituan delegacione shkrimtarësh, veteranëve etj. Shkrimtarë dhe poetë algjerian ishin të mirëpritur nga ambasadori dhe veçantë dhe ai si poet, adhuronte poetin Migjeni. Veprimtaria e ambasadës në propagandimin e vendit tonë ka qenë veçantë. Filma shqiptarë shfaqin jo vetëm në ambasadë, por edhe në universitete, qendra etj. Roli i ambasadorit në marrëvajtjen e veprimtarisë ishte gjithnjë i ndjeshëm. Çfarë do i thosh Maxhum Pekës? Mirë ka folur. Po jo, më mirë s'ka? Mirë ka folur. Ti do ta falenderosh besoj? Nuk, jo, faleminderit po si. E ke njohur Maxhum? E kam njohur por si. Po nuk rasti nuk ka rënë, po mirë ka folur, edhe shumë mirë, se ne marrëdhënie për plase nuk kemi patur në një. Ishin që ka i si qanë veriorët, po. Ma ishi but, ku ishte i kështu? Jo. Foto tjetër? Jo. A i Xhaxhaj Qimpekës, a i kolegu tim Qimpeka, e di këtë besoj. Pse e bërë ashtu për Qimpekën?
Sa e bukur Po kjo. vera tani. Po sa e bukur kjo. Tani këtu, Se më na tregon edhe. këtu ku je këtu? Me Kim Oh. Hung. Çe ishte ky? Oshimini. Ho Chi Minh ky, ë? Sekretari i parë i Vietnamit, ë? Jo, deja hoja. Po. Kam vajtë 6 herë më ka takuar. Edhe kur e dikjen me Roxha erdhi. Erdhi këtu, ë? Erdhi në ambasadë. Në ambasadë, erdhi të bërë, se ju bët pritje ngushëllime, ë? Unë ke një vajtje veçantë ajo, se po mos sot do vazhdonim shumë pastaj, unë kam morë thera mund të vazhdoj kështu. Para se të vija unë, kishte ardhur ai Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Po? Edhe Enver Hoxha ishte pa qef. I sëmuraj. Edhe kishte pritur këta. Ishte për qefja atje. E kështë pritur në zyrën veri, ë? Pa syr. Vajta unë atje, zbraza fjalët. Që më vinte? Për të bërë qefin. Atje. I shkruan ky Enver Hoxha. I shkruan në Rozës për ty, ë? Sigurisht me fjalët e ambasadorit të ri. Ju kthehen Enver Hoxha pas e atje bashkë. Edhe u bën morë të përpjetën orë. Po pse ishe... Nga pak fjallësh. Tani ta quajtë gabim këtë? Jo, ato ashtu ishte vërteta. Sepse Enver Hoxha e priti. Edhe tha fjallët e mira për atë që e priti. Sepse ishe marrë dhe me Kinën. Po. Po dhe me Rusin do të rushje. Rusin ai nuk do të vazhdonte, le të vazhdonte, se kishte një ndeshë, se nuk e që ben, po me Kinën të hashin me Kinën. E kuptova. Foto tjetër? Këtu ku je? Me dritën? Marrëveshje. E marrëveshje, kështu ekonomike? Kjo drita edhe ta tjetër. Marrëveshje ekonomike shkruar. Shumë herë. Foto tjetër? E njëjta. Foto tjetër? Po këtu? Ke mbjellur një lule atje? Në Vietnam, ë? Po, kam bjellë vetë ata. Edhe, sikur e panë me bështova, në ta e miqësisë. E pemë me miqësisë. E pemë me miqësisë. Lule miqësisë, që nga fare? E një farë pemë ati. Foto tjetër? Po këtu ku jeni? Drita. Diku ka qenë drita, edhe e shoqëronin ata tjerë kështu. Vietnamez ata? Se ta afronin kështu. Ta afroshin, ë? Shikonin ndonjë që nuk ishe vietnamez? Do me thënë, po të silë që e mirë, Foto tjetër? e përqafonin e këto edhe havashe, e afronin tjerët kështu. Ky kush është? Ai me Ho Chi Minh në tjetër lloj takimi. Se kur është bërë kjo, nuk e di. Po. Foto tjetër? Tani këtu është një kërkesë nga Vietnami që ti të dekorojshe. Po, ben. E ben ata, Po? s'u tha njëri e, po e ben. Po? Hanoi 20 shkurt 1989. Para 89 në erdha unë. Po? Ja dërguam, ne? Po? Edhe ata thamë, nuk e kemi në të tërdit. Të dekoroj? Se kemi U mërzite? Ura? U mërzite ti? Po fundet ata e ben akti. E bën. Foto tjetër? Këta dy nipra. Niprit. Domethënë fëmijët e Ermirës. Mirës. Ku jetojnë? Qa të flasë, nuk bërë se... Jo, ku jetojnë fëmijët? Çunat? I kemi ndihmuar. Dëgjoj. Miliona. Se them dot. Okej. Po, dhe këta jetojnë në... ata janë të dy, edhe bursë, edhe me... në Denmark. Në Danimark. Okej. Foto tjetër? Ai i madhe, kështë i vogël. Kemi foto tjetër. Tani, një pyetje kam. Po mirë, po fëmijët ku i mbahet ti? Ja, këtu ke një foto. Ku enda me Albani? Atje, në Algjeri. Po kur u rritën? Ura? Kur u rritën më shumë se 7 vjeç.
Ashtu beri shkollën atje, jo, ja mësoj. Albani? Jo, vajza. Vajza, Puenda. Beri klasë 3 vazhdoj këtu. Po si e bëri shkollën atje? I dha mësim drita? Drita, ne, drita. Jo, njëjë kjo në shkollë, si e... Va provim, Me provim. Në aritmetik, në leximin, në këto, është mirë, vazhdoj vitën e 4. Jo, ka dytën, të parin, dytën, tretën, vazhdoj. Përse Vietnami donte që ne të vendosim përsëri marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik? Po tani ata e kishin kështu, e kishin edhe shtyte nga Bashkimi Sovjetik. A e nxisin ata, ha? E kishin. Po pse donin ju, thoshin juve që të vendosim përsëri marrëdhëniet, ha? Wow, Ti njoftoi qendrën? Shiko, ai ka thënë, jo, nuk më ka thënë njeri atë. Po që ata E donin. E donin atë, sepse do të kapnin me Zeun, të kapnin Sarandën, të kapnin Pashalimanin. Tani, Ajo, tha, ai Krushovi, kush ka këtë, ka të me Zeun. tani, si isha historia që në Vietnam bën edhe ekspozitë dhe kishin foto Beqir Ballukun? Ka qenë, e kam parë. Ekspozitë. Ekspozit. Po i thetiv, mos e vër? Ishte përshkatuar? Kishte qenë ai Beqiri në Vietnam. Ata kishin fotografi, është kush është. Ti i thej që ky është përshkatuar? Jo, diçka ndryshe. Jo, nuk e di, se që ka thënë Maxhuni, se Maxhuni ishte atje. A ishte përpara te? Nuk e di. Po? Po unë, Po? ju tërgova si ishte ky, ka ndodhur një rotacion. Po çfarë bën atë hoqë? Nuk e di. Po ai që donte të përkthente Njeri që më është lutur të më sjellë librin. librin e Mehmetçeut. Ta përkthente. Librin e Mehmetçeut. Edhe i kam thënë që Mehmetçeu është atë që është. Ka ndryshuar, nuk e kam marrë. Se kisha njerëz që... Libri ishte për qëllimin e Tiranës. Jo, diçka e tillë. Po, edhe të Okej, kemi ardhur në fund të kësaj interviste. Unë të falenderoj shumë, të jam shumë mirënjohës. 90 vjeçar, me këtë vitalitet, me këtë, po themi, fizik, me këtë gatishmëri dhe me këtë artikulim, unë të rralla i kam këtë lloj intervistat. Të falenderoj shumë, ambasador Surja Laze. Ore, faleminderit shumë. Unë faleminderit. Je i ndershëm, nga familje ndershme. Më pëlqen që je babai i djalit tënd. I Frenkit dhe djali i Rëfetit. Më pëlqen. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet nga Ora Lança Foku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.